A duhet ta lajmë orizin para gatimit? Eksperti jep përgjigjen që do ju habis. Është një nga opsionet më të njohura për pjatat e shpejta. Bëhet fjalë për orizin, një nga ushqimet më elementare në çdo shtëpi. Megjithatë, ka shumë njerëz të cilët e bëjnë një gabim serioz, madje edhe shëndetësor, në lidhje me orizin. Por çfarë është kjo? Ata nuk e lajnë orizin para se ta gatuajnë. Nëse edhe ju e bëni këtë gabim, këtu do të mësoni përse duhet të filloni që ta bëni. Orizi zakonisht i duhet të udhëtojë një rrugë të gjatë për të arritur në pikën e tij të shitjes dhe ka të ngjarë të mbledh pluhur, insekte dhe njëkohësisht kimikate dhe papastërti gjatë rrugës. Një shpëlarje e mirë në ujë siguron që ai të jetë i pastër dhe i sigurt për të konsumuar. Gjithashtu, sipas mjeshtrave të gatimit, shpëlarja e orizit e përmirëson edhe strukturën e tij, ndërsa uji do të lajë të gjithë nisështen e tepërt në bërthamat e tij që mund ta bëjë atë ngjitës pas gatimit. Po ashtu, larja e orizit do t'i jap atij një strukturë të lehtë dhe të butë.